Evo nas, braći i sestri, u trećim danu naše duhovne obnove. Qoftë du Krishti, dashur vëllezër e motra, në ditën e tretë të ripërtritjes shpirtërore, Počinjemo jednu molitvu Duhu Svetom. po e fillojmë me një lutje drejtuar Shpirtit Shenjtë. Dođi Dušo Sveti, Eja Shpirti Shenjtë, spusti se na nas. zbrit mbi ne. Dođi Dušo Sveti, Eja Shpirti Shenjtë, vatro istinu, zjarri i të vërtetës, milosrđa, i mëshirës, vatro ljubavi. zjarr i dashurisë. Amen. Amen. Evo, braći i sestre, pozdravljamo se srdečno. Dashur vëllezër e motra, i përshëndes përzemërsisht gjithëve. Vi na Kosovu, u Albaniji, jako častite svetoga Antu Padovnickog. Ju në Kosovë dhe Shqipëri e neroni shumë shenjtin Çnannon. Naravno, sveca treba častiti, Natyrisht, ne shenjtrit i nerojmë, ali sveca ne treba obožavati. por shenjtin nuk do të me adhuru. Dakle, obožavati treba Boga Otca, Sina i Duha Svetog. Me adhuru duhet vetëm Atin, Birin e Shpirtin Shenjt. Dakle, od svetaca trebamo učiti Prej shenjtërve duhet me mësu kako su oni ljubili Isusa, se si ata e kanë dashur Krishtin, kako su oni ljubili Djevicu Mariju, se si e kanë dashur Zojën e bekume, kako su ljubili Euharistiju, si e kanë dashur Euharistinë, meshën e shenjtë, ponizno, krotki, se blagi. si në kanë të përvojt, dëbut. Prvo moramo slijediti njihove kreposti, Në rend parë duhet me ndjek shembujt e tyre të virtyteve, način njihova života prema Bogu. mënyrën se si kanë jetu ata me Zotin. Zato, na primjer, ako trebaš upisati svoga sina na fakultet, Kështu që nëse duhet me regjistru e fëmin tanë në fakultet, nemoj tražiti veze, mos kërko lidhje preko veze ga upisati. në përmjet familjarizmit me regjistru, Nego moli se Svetom Antu da ti pomogne. por lutesh në non me të nimu, Jer kaže da je Sveti Anto pomoćnik u svim nevoljama. sepse Shnano thuhet që është ndërmjetësues për krejt të hallet dertë. Ako trebaš preko granice prevesti nešto, Nëse duhet me kalu në për kufi diçka, nemoj tražiti vezi kako ćeš to prevesti. mos kërko me të njofshëm, ashtu me thonë se qysh kime ka përcyer. Nego moli se Svetom Anti da ti pomogne. Por lute Shnanon që me të nimue. Ako ti je možda otac se razbolio, treba ići na operaciju, Nëse baba është smua dhe duhet me shku në operim, nemoj tražiti preko veze nekog dobrog liječnika. mos kërko me të njofshëm në përmjet një mjeku të mirë, Nego moli se Svetom Anti Padovanskom da ti on pomogne. por drejtohu Shnanon që aj me të nimue. Braće i sestre, jer Bog ne želi da mi radimo nešto preko veze. Sepse dashur vëllezër e motra, Zoti nuk do që na me të njofshëm kështu me shkue edhe me bë vepra, Nego da imamo u njega pouzdanje. por të kemi besim në ta, Da će nam Bog pomoći, evo, preko nekog sveca u svim našim nevoljama. që Zoti ka më na animue që në përmjet shenjtërve në gjitha dertë tona. A često se događa, mi se molimo svecima, obožavamo svece, Shpesh ndodh që na i nerojmë shenjtët ose i adhurojmë shenjtnit, ali kad smo u nekim problemima, onda tražimo preko veze nešto da napravimo. por kur vjen vështirësia, halli, atëherë kthyrmi me të njofshëm diqysh me Onda je ka to përcyer. znak da mi ne častimo tog sveca na pravi način. Atëherë kjo do me thonë që nuk jem të eneru që shduhet atë shenjtë. Sveti Anto je volio i crkvu. Shnanohu shumë e ka dasht kishën. Tako, braći i sestre, crkva je naša majka. Dashur vëllezër e motra, kisha është nana jonë. Crkva je naša prava, jedina kuća. Kisha është shtëpia jonë e vërtet, e vetmja. Ovo je kuća, ovo su vrata nebeska. Kisha është, sikur me thonë, dyrt e qiellit. Zato je jako važno da ostanete vezani uz crkvu. Prandaj është shumë e rëndësi me qenë të lidhun me kishën. A crkva je Isus Krist. E kisha në fakt është Jezu Krishti. Isus Krist je crkva. Jezu Krishti është kisha. I znate što se dogodi s čovjekom, vjernikom koji napusti crkvu? A dini çka ndodh me njeriun, me besimtarin që e lëshon kishën? Onda odmah dolaze nekakve devijacije u životu, deformacije.
Me njerë fillojnë do devijime, deformime të ky person. Recimo homoseksualne neke zajednice. Ndodhin ka njerë dhe prirje homoseksuale. Dakle, čovjek se makne od crkve i on želi promijeniti spol. Dhe fillon njeriu me ndryshu edhe gjinin. Ili neki su odmah otišli u drogu, u alkohol, u razne ovisnosti. Disa sharrojnë edhe në drogë, në varësit ndryshme. Počeli su obožavati životinje, obožavati prirodu pretjerano. Fillojnë me adhurue kafsh, natyrën, me njërë teprume. Vidite, braći i sestre, čim ostaviš crkvu, đavao te odmah preuzima. Kështu që e shihni se si e talshosh kishën, me njëherë ndërhyn djalli, shpirti i keq. I ti se više nisi zaštićen. Edhe me një farë mënyre ti nuk je i mbrojtën. Zato je važno, vi koji ste se odmakli od crkve, Kështu që shumë është me rëndësi, sidomos ju që jeni ftofë, si me thonë, me da se kishë, vratite u crkvu kroz kajanje, kroz plać za svoje grijehe. që të ktheheni me penem, edhe nëse duhet edhe me lot për faqe mu kthy në kishë. Braći i sestre, u crkvi imamo sve imamo da budemo zdravi, da budemo blagoslovljeni, slobodni. Dashën vllazën e motra që në kishë i keni krejt për me pas bekim, për me pas shnet e tjera. Crkva je jedna bolnica koja nas zove da primimo svoje zdravlje. Kisha është si spital që na fton që me ardhe dhe më shëru. Ali, braći i sestre, to ne možemo primiti preko noći. Po dashën vllazën e motra, këto nuk mujmi me fitue sa qele më shelë sy. Recimo u svijetu sve ide na brzinu. Në botë e shohim që gjithë shka shkon shpejt e shpejt. Brz internet, Shpejt kemi internet shpejt, brza struja, brza hrana, rryma, ushqimi, krejt shpejt e shpejt. brza pošta, Posta e brza shpejt, auta, makina që hetë brzo shpejt, se jede, brzo se priča. shpejt ham, shpejt flasim, Sve ide na brzinu u krejt svijetu. disi tura vrap në këtë botë në cilën I jemi. mi često mislimo da tako mora biti i u crkvi. E shpesh herë menojmë që qështu do të mu kanë edhe në kishë. Da čim dođem u crkvu, ja moram odmah ozdraviti. Që si të vinë kishë me njerë këmu shëru. Ako nisam ozdravio, odo ja kod hođa da mi on meni pomogne. Edhe mund me ndodhë që dikush thot që sushërova dhe tash i drejtohet edhe hoxhallarve. Ako želim nešto na brzinu u crkvi primiti, Dëshiron dikush ka njerë shpejt me marrë diçka në kishë, me fitu. ne ide tako, braći. Por dashnë vllazën e motë, kjo nuk shkon kështu në jetën Bog će shpirtnore. dati nama sve što nam treba, Zoti ka më na dhanë krejt çka kemi nevojë. ali moramo biti ustrajni u tom. Por do të me qenë qëndrueshëm, besnik në ato çka fillojmë. Morate redovito dolaziti na svetu. Do të me ardh rregullisht në kishë. Svake nedjelje svetkovnom Çdo djele, çdo ditën festë turnume, sa redovito herë keni slušati mundësi, Božju riječ, pričešćivati se, rregullisht me dëgju fjalën e Zotit edhe më kungue, primati redovito sakramente. vazhdimisht mi marr sakramentet. I ako budete tako ustrajali, E nëse qëndroni në këtë mënyrë, onda će Gospod poslati na vas Duha Svetog. atëherë Zoti ka me dërgu shpirtin e shenjtë në ju. Onda će doći ozdravljenje, doći oslobođenje, doći blagoslov. Atëherë ka me ardhë edhe bekimi, edhe çlirimi, edhe shumë të mira tjera. Dakle, ne dolaziti povremeno, nego redovito. Jo me ardhë veç hera herë, pjesërisht kështu si me thënë, po rregullisht. Pa vi znate, ako neki sportaši ne treniraju, Ju e dini që sportistat nëse nuk ushtrojnë, da oni ne mogu igrati, as nuk mujnë as me lujtë, jer nemaju kondicije, nisu u formi. nuk kanë kondicion, nuk janë në formë. Tako i mi u duhovnom životu moramo biti, braći i sestre, redoviti. E njëjta gjë vlen edhe për jetën shpirtërore, do të më kanë të rregullt. Kad smo redoviti, onda će doći blagoslov. Kur ushtrojmë rregullisht, atëherë vijnë bekime. Evo, kažem, jedan svećenik, kad 50 godina već uzima tablete za srce, Më thoshte një prift që 50 vjetë jam të i marë medikamentet për zemër. kad ne bi uzimao te tablete, on bi vjerovatno umro. Mos mi marë ato medikamente, ndoshta edhe kisha dek. Tako i mi moramo redovito uzimati lijekove u crkvi. Kështu që edhe ne vazhdimisht do të mi marë medikamentet në kish, shërimet. Redovito primati, hraniti se Božjom riječju, Rregullisht pra do të mi marën
ushqimin e fjalës së Zotit, hraniti svoju vjeru. me ushqye besimin, fen tuaj. Braćo i sestre, ako nemate vjere, Dashur vëllezër e motra, nëse s'keni fe, besim, vi morate griješiti. atëherë sigurisht që keni edhe me mkatnu. Snaga grijeha je jača od nas. Fuqia e mkatit është më e madhe se na. Dakle, ako nemaš vjere, one zrele vjere, Nëse se ke fen, atë fen e pjekun, onda ti ne možeš, a da ne griješiš. nuk mundesh pa mkatnu atëherë. A vjera dolazi kroz slušanje Božje riječi, E feja vjen tu e dëgju fjalën e Zotit. kroz primanje svetih sakramenata. Tu i marë sakramentet e shenjta. A vjera, braćo i sestre, znači Feja do me thonë, dashur vëllezër e motra, dati Isusu svoje srce. mi a dhonë Krishtit zemrën. To je vjera. Kjo është feja. I vjera nam daje život vječni. Feja na jep jetën e pasosun. I vjera u Isusa Krista je majka ozdravljenja. Besimin Krisht është nana e shërimit. Piše u Svetom pismu da mi ne možemo Bogu ugoditi ako nemamo Shkruan vjere. edhe në Bibël, shkruan në shkrimin shenjt, nuk mujmi mi pëlqy Zotit pa fe, pa besu. Da Bogu možemo ugoditi ako imamo vjere. Kjo do me thonë që mujmi mi pëlqy Zotit vetëm nëse kem fe. Zato je toliko važno da naša vjera raste. Prandaj është me rëndësi që feja jonë mu rritë. Jer ako naša vjera ne raste, ona ide dolje, ona pada. Se nëse nuk rritët feja, atëherë shkon të poshtë. Znači, Bog će dati, Bog će blagosloviti, ali od nas traži da budemo uporni, da ustrajni budemo. Pra Zoti ka me dhanë, por e jona është vetëm me qëndrue vazhdimisht me përparu. Da budemo u tome redoviti. Që t'jemi të rregullt në diçka që fillojmë. Evo, u crkvi imamo 3 sakramenta ozdravljenja. Në kish ekzistojnë 3 sakramente të shërimit. Imamo sakrament ispovjedi, Kemi sakramentin e rrëfimit, sakrament bolesničkog pomazanja, sakramentin e vajimit shenjt, sakrament Euharistije. edhe sakramentin e Eukaristisë meshës, I mi kungimit. primamo ozdravljenje kako? Ako vjerujemo. E na si e marrim me shërimin nëse besojmë. Dakle, mnogi sveti su bili čudotvorci. Shumë shenjtën ju kanë në mrekulli bërës. Zašto? Pse? Pa zato što su vjerovali. Sepse kanë besu. To moramo danas moliti Gospodina Këtë do të mja kërku Zotit sot, da izlije na nas Duha Svetog, që ta zbret mbi ne shpirtin shenjt. da Duh Sveti zapali našu vjeru. Që shpirti shenjt me ndez flakën e fesë Jer në bez ne. Duha Svetoga teško je vjerovati. Sepse pa shpirtin shenjt është shumë vështirë me besu. Ujutru kad ostaneš, kad otvoriš svoje oči, Në mëngjes, kur i qelë syt, odmah reci, Isuse, želim vjerovati. dush mi thonë, Jezus du me besu. Isuse, ja vjerujem u tebe. Jezus unë besojnë ty, Ojačaj moju vjeru. forcoje fen time, Aktiviraj moju vjeru. aktivizoje fen Udjeli mi time, živu vjeru. ma jep një fet gjallë. Jer, braći i sestre, preko vjere Gospodina Isuse primamo milosti i blagosti. Sepse dashën vllazën e motrën e përmjet fesë marrim shumë bekime. Majka Božja je, Gospa je postala majka Božja Zoja bekume u ba nana e ten Zot, zato što je vjerovala. për shkak se ka besu. I, braći i sestre, Bog hoće i preko nas učiniti velike stvari. Ndaj dashën vllazën e motra, Zoti dëshiron nëpërmjet nesh me bën vepra të mëdha. Preko svakoga od nas, kao i preko Gospe, želi učiniti. Ashtu sikur se ka bën dhe ka dashur me bën nëpërmjet Zojës bekume shumë gjëra të mëdha. Moramo vjerovati. Por për këtë duhet me besu. Ali nema vjere bez slušanja Božje riječi. Por nuk ka fet fort pjekun nëse nuk e dëgjon Kako fjalën je e rekao Zotit. Isus, blago onima koji slušaju Božju riječ i koji je vrše. Që shka thonë Krishti, lum ata që e dëgjojnë fjalën e Zotit dhe që e zbatojnë. Slušati Božju riječ i tu riječ vršiti u svom životu. Me dëgju, por dhe me zbatu atë fjalë në jetë. Onda malo pomalo Bog će djelovati preko nas. Atëherë, gradualisht Zoti ka me veprue nëpërmjet nesh. Braći i sestre, mi svi trebamo druge privlačiti Isusu Kristu.
Dashur vëllezër e motra, ne duhet mi tërheq të tjerët nëpërmjet nesh ka Krishti. Mi obično tražimo nešto samo za sebe. Nga njerë, ose shpesh herë kërkojmë diçka veç për veti, Da drugi mole za nas, da nas drugi blagoslivljaju, që tjerët me lutë për ne, që tjerët me na bekue, a trebalo bi se dogoditi zapravo da mi druge ljude privlačimo Isusu. në fakt ne ish dashtë mi tërheq tjerët që mi u afru ata Krishtit. Samo da mi očekujemo od svećenika da oni nama pomažu. Jo vetëm me prit prej priftave që ata më na ndihmu ne, Nego i mi smo pozvani zapravo služiti Bogu i služiti ljudima. por edhe ne jemi thirrur mi shërby Zotit edhe njerëzve. A to se ne može dogoditi ako nas Duh Sveti nije zahvalan. E këtë s'kemi me mujt me ba nëse nuk i lejojnë shpirtit Zotit me ndikun ne. Mnogi su bolesnici ozdravili u Isusovo ime Shumë të smut në kohën e Krishtit jenë shëru, jer su vjerovali u Isusa Krista. për shkak se kanë besu në Vjerovali da Krisht. je Isus Bog. Kanë besu që Jezusi është Zot. Znači moraš vjerovati da je Isus Bog, nemoj vjerovati da je svećenik te ozdravio. Beso që Krishti është Zot, jo që priftat i kanë shëru. Isus Krist je liječnik. Krishti është mjeku. Znači bolesnici su ozdravili jer su vjerovali u Isusa. Pra të smut jenë shëru për shkak se kanë besu në Krishtin. I kad su nakon dugo godina kad su umrli, Pas shumë vjetëve, kur kanë vdek, došli su u raj, došli su u Isusu. kanë ardhën parez te Krishti. Zašto? Pse? Zato što su vjerovali. Sepse kanë besu. Pa apostol Pavao kaže, Shpali thot, ako svojim ustima ispovjedaš nëse me gojen tënde da je Isus e rrëfen e dëshmon Bog i spasitelj i se Gospodin, Jezusi është Zot shpëtimtar, i ako svojim srcem vjeruješ dhe nëse me zemër beson da ga je Bog Otac uskrisio od mrtvih, se ati hyj e ka ringjall prej vdekunish, ti ćeš biti spašen. ti do të shëlbohesh, do të shpëtosh. Da bi bio spašen, Për me u shëlbu, me shpëtu, ne samo posle smrti, jo vetëm mas vdekjes, ovdje i na zemlji, por edhe këtu në tokë, da bi bio zaštićen, blagoslovljen, ozdravljen, për me qenë i mbrojtur, i bekum, edhe i shërum, trebaš činiti dvije stvari. dush mi ba dy gjana. Vjerovati srce, Me besu me zemër, ne glavom, srce. jo vetëm me kokë, por me zemër, Isus jedini spasitelj, që Jezu Krishti është i vetmi da je Isus shpëtimtar, Bog i Gospodin, që Jezusi është hy dhe Zot, da je Isus umro i uskrsnuo za naše spasenje. dhe që Krishti ka vdek edhe unë gjallë për shëlbimin tonë. Znači to vjerovati srcem, to što vjeruješ srcem, to je prvi uvjet. Pra, kushti i parë është me besu me zemër. A drugi uvjet, Kushti i dytë, taj što vjeruješ srcem, moraš ustima drugima govoriti. ato çka e beson me zemër dush me dëshmu me fjalë, me gojë. Onima koji ne znaju tu istinu, ti im trebaš ustima govoriti. Do me thonë ata që nuk e din këtë vërtet fest, ti dush me dëshmu me To fjalë. što vjeruješ srcem, mora na usta izlaziti i govoriti drugima i tada ćeš ti biti spašen. Ato që e beson ti me zemër, dush me thonë edhe me fjalë, sot do të shpëtosh. Jer braćo i sestre, imate puno ljudi na Kosovu koji ne znaju da je Isus Bog. Do është në vllazën e motra që edhe këtu në Kosovë ka shumë njerëz që nuk e din që Krishti është Zot. Mnogi odlaze u pakao, u propast. Shumë shkojnë edhe në ferr, Ne znaju tu istinu. për shkak se nuk e din A këtë Bog želi vërtet. da se svi ljudi spase. Zoti dëshiron që krejt gjithë me shpëtue. Ko im to treba reći? Kush do të më ju thonë Pa këta? vi im to treba reći. Ju do një më ju thonë. To je vaš zadatak. Është detyra juaj. I tako se vjera širi. E kështu feja përhapet. Idemo se pomoliti. Shkojmë të lutemi së bashku. Evo u ime Gospodina Isusa Krista, Në emën të Jezu Krishtit Zot, poništava. po ja zgjësoj. Ako ima bilo kakvo prokletstvo Nëse ka çfarë do mallkimi u vašoj obitelji, në familjen tuaj, prokletstvo na zdravlje, na sreću, na ljubav, mallkim që ka ndiku në fat, në shnet, në dashni, poništavam to upravo sada u Isusovo ime. e ja zgjësoj këtë në këtë moment në emën të Krishtit, U Marijino ime në emën të Zojës bekume. lomim sve uroke,
po I thej gjitha fallet, koji su se možda prilijepili na vas, ndoshta gjitha ato që janë ngjit për ju, preko hrane, preko qoftë nëpërmjet ushqimit, nëpërmjet pijes, na dan vjenčanja, krštenja. qoftë edhe në raste ndryshme, në martesa kur kanë nukunor ose Gospodin Isus në se pagzim. svima udjeli transfuziju svoje krvi. Të lutem Zot jepu transfuzionin tanë gjakut tanë. Sve vas, braćo i sestre, Gjithë ju dashur koji vllazën ste e zbog motra, slabe vjere, që për shkak të fesë dopt, da ste imali osobnih problema u braku, u obitelji, kur keni pas probleme personale, martesë, familje, tražite pomoć od raznih vračara, čarobnjaka, keni shku me kërkue ndim pe fallçorve ose Vješticama i njerëzve shtrigëri, si një marrë me magji, me astrologji, po amajlije, po zapise. se që keni marrë hajmali ose ndonjë shkrim të ndryshëm, Ako ste išli raznim gatarima, se keni shkue te gratë që kanë qitë fallë ose kanë qyrë kada filxhan, ste se družili s demonima, ta dini që jeni në nështrue ndikimit shpirtit oni keq. su mogli ući u vas, Është e mundshme që me hyn ju, jeste zatajili Boga. sepse keni mohu me një farë mënyre Otvorili ste Zotit. srce demonima. Keni hap zemrën për shpirtat e këqij. Ako su ušli, ja ih vežem, istjerujem i šaljem pod noge Gospodina Isusa. Nëse kanë hy, unë po I lidhi dhe po I hedh, po I qoj te kanti Jezu Budite Krishtit. oslobođeni u Isusu. Qofshit liruan në emën të Krishtit. Neka vaš mozak napusti zli duh samoubojstva. Menja juj le të lirohet prej shpirtit mendimeve të vetvrasjes. Psovanja, proklinjanja. U liroft prej shpirtit të mallkimit dhe të poshtnimit. Ovisnosti o pušenju, o droge, o alkoholu. U liroft prej varësive të duhanit, duhanpirjes, alkoolit. Primite oslobođenje u Isusu. Pranoni çlirimin në emën të Krishtit. A sve te duhove vežem, istjerujem i šaljem pod noge Gospodina Isusa. Gjithë këta shpirtra I lidhi dhe I qoj I hedh të kant e Krishtit. Svi ti demoni koji su mogli ući u vas. Gjithë ata demon, ata shpirtrat këqij që kanë mujt me hyn ju, Čitanja horoskopa, preko qoftë nëpërmjet leximit të horoskopit, magijom, spiritizmom, ose e marë me magji, me okultizëm, spiritizëm, nëpërmjet bestytnive të ndryshme, ja vas oslobađam u Isusu. jo çlirojnë në emën të Krishtit. Neka vaše tijelo napusti duh bludnosti. Trupin tuj e liroft shpirti I shenjtë, sidomos shpirtin e kurvris, Preljuba, pornografije, e kurorthyrjes, e pornografis, lakmis, duh pobačaja. shpirtin e keq të abortit. Primite oslobođenje u Isusovoj ime. Merreni çlirimin në emën të Krishtit. Neka vas napusti svaki duh straha. Let ju çliroj dhe let largohet çdo shpirt I frikës, Polosti, I zavist, menje madhësisë, krenarisë, neopraštanja. mosfaljes. Budite oslobođeni u Isusovoj ime. Qofshit lirum në emën të Krishtit. Braći I sestre, svi lanci okolo. Ashtu në vllazën e motra, gjithë zinxhirt, lidhjet e ndryshme të deformume rafshin u shkputshin. Primite duhovno ozdravljenje u Isusovoj ime. Pranoni lirimin shpirtëror në emën të Krishtit. Svako srce koje je slomljeno neka se zacijeli u Isusovoj ime. Çdo zemër që është e thyme le të shërohet në emën të Krishtit. Primite Božja ozdravljenja, čudesa u Isusovoj ime. Pranoni shërimin dhe mrekullit e Zotit në emën të Krishtit. Isus Hristos ozdravi. Krishti po ju shëron. Nikad više bolesti u tvome životu. Kur mos pas të smundje në jetën tuaj. Budi zdrav. Qofsh I shërum, qofsh I shnetshëm, U duhu, duši, u tijelu. në shpirt, mendje, në zemër dhe në trup. U Marino u Isusovoj ime. Në emën të Zojës bekume dhe në emën të Jesu Krishtit. Në emën të Tatit, të Birit, të Shpirtit, të Shenjtë. Slavite Sveti Mišu, pa ćemo dalje nastaviti. Vazhdojmë me kremtimin e meshës shenjtë e kështu e çojmë deri në fund programin tonë.